Mediat italiane raportuan se policia ka arrestuar një të dyshuar për sulm i vdekjeprurës në një shkollë në Italinë Jugore në muajin e kaluar, ku mbeti e vrarë një 16 vjeçare. Agjencia e lajmeve ANSA thotë se i dyshuari është një 68 vjeçar, i cili aktin mund ta ketë kryer si hakmarrje ndaj autoriteteve të shkollës. Mediat italiane kanë cilësuar motivet si hakmarrje personale. Një bombe e telekomanduar shpërtheu në qytetin Port të Brindizit në 19 maj, tek portat e një shkolle, duke vrarë Melisa Basin, 16 vjeçare, dhe duke bllagosur 5 të tjerë. Fillimisht u mendua se akti mund të kishte lidhje me mafian, por policia më vonë sqaroi se shpërthimi ishte vepër e një agresori të vetëm. Sipas raporteve, drejtori i shkollës ka dhënë mësim në qytet prej nga vjen i dyshuari nga Lecce. Policia ndërkohë ka intervistuar 1400 persona dhe ka kryer kërkime në 32 zona gjatë hetimeve. Shpërthimi pranë hyrjes së një shkolle që mban emrin e prokurorit të famshëm italian të vrarë nga mafia, Giovanni Falcone, ndodhi në momentin që vajzat po përgatiteshin për të futur në klasa.